Në këtë episod emocionues, tensioni midis Gjian dhe Alia arrin kulmin. Çdo herë që Gjian dështon të shpjegojë detyrimet e tij dhe të ndjekë rregullat e operacionit, Alia ndjen një largim të lehtë, duke e bërë marrëdhënien e tyre të ndërlikuar dhe delikate. Kur debati i tyre përshkallëzohet, Alia nuk ka zgjidhje tjetër veçse të largohet nga rezidenca, duke marrë me vete djalin e saj. Ndërkohë, Exmel dhe Demir, të verbër ndaj sfidave që Gjian po përballet, janë të përfshirë në një lojë të rrezikshme dhe të përgjakshme kundër tij. Ata nuk hezitojnë asnjëherë të përfshin Shahinin në kurthin që kanë planifikuar, duke e bërë situatën edhe më të ndërlikuar. Ndërsa Gjian lufton mes ndërgjegjes dhe dashurisë për Alien, ai kupton hap pas hapi se po e humb kontaktin me të. Nga frika se lidhja e tyre po dobësohet, ai I tregon Alies anën e guzimshme të dashurisë së tij, një anë që ajo nuk e kishte njohur kurrë më parë. Alia largohet nga konaku, duke ju drejtuar Gjianit me këto fjalë: "Mos hyr në atë operacion, për ndryshe këmba ime nuk do të shkel më kurrë në këtë konak." Nga ana tjetër, Sadakat I lutet Gjianit që të dëgjojë Alien dhe të pranojë që ajo të jetë dhuruese e veshkës, por Gjiani, I acaruar, I kërkon Sadakatit që kjo çështje të mos përmendet më në këtë konak, sepse ai është I vendosur që do të hyjë në atë operacion. Më pas Gjian urdhëron Kadirin që ta çojë Alien dhe Denizin tek gjyshja e Pakizes në fshat. Alia dhe Denizi ndjehen të mirëpritur tek gjyshja e Pakizes në fshat. Atmosfera është e ngrohtë dhe familjare. Denizi I vogël, plot kurreshtje e pyet gjyshen: "A ka lop dhe dhi? A ka edhe kafshë të tjera?" Gjyshja e përgjigjet me buzëqeshje: "Ka sigurisht, por tani po flen. Nesër në mëngjes do të shkojmë t'i shohim." Duke përfituar nga rasti që janë vetëm, Kadiri përpiqet I thot Pakizes diçka shumë të thellë se fjalët që përdor. Ai beson që mes tyre ka një lidhje të veçantë, diçka që nuk është thjesht miqësi. Në një botë ku sipas tij askush nuk është vërtet I lumtur në dashuri, ai e sheh Pakizen si një mundësi ndryshe, si dikë me të cilën mund të krijojë diçka reale dhe të bukur. Me pak fjalë, Kadir po përpiqet I thot Pakizes që e pëlqen, që ndjen diçka për të dhe që dëshiron të provojë një lidhje me të, por nuk ka guxim ta thot hapur dhe friksohet nga ajo që mund të ndodhë më pas. Të nesërmen, Denizi I vogël I kërkon Kadirit ta lidh me babain e tij në telefon, Gjianin. Ai është I mbushur me gëzim dhe entuziazëm nga jeta në fshat, por mbi të gjitha ndihet malli për të atin. Me pafajësinë e një fëmije, ai përpiqet ta bindë që të vijë pranë tij, duke treguar sa bukur po kalon dhe sa shumë do që ai të jetë aty. Por momenti merr një kthes të sikletshme kur bëhet e qartë se biseda po dëgjohet dhe ndërpritet nga Alia, duke krijuar tension dhe një ndjenjë kapje në befasi. Gjani nënshtrohet disa vizitave të tjera para se të hyjë në operacion. Mjeku I thot se nuk ka rritje dhe asnjë ndryshim në gjendjen e tij, por kjo nuk do të thotë që nuk ka rrezik. Rreziku ende ekziston. Ndërsa Gjian I kërkon doktorit që t'u thot familjes se rreziku është I ulët dhe të shtojë se ai ka marrë të gjitha masat e mundshme për ta ulur këtë rrezik. Ti siguroj që gjatë operacionit do të jenë aty dhe të jenë të qetë. Boran transportohet me urgjencë drejt spitalit, ndërsa situata paraqitet e rëndë dhe mbushur me ankth. Alia me sytë e mbushur me lotë, ndjek çdo lëvizje përmes kamerave të sigurisë. Në ato pamje, ajo sheh momentin kur Gjiani afrohet Boranit, duke ditur gjendjen e tij të brisht dhe rrezikun që e kërcënon. Mjeku njofton Gjihanin se Borani do të futet shumë shpejt në operacion dhe do ta përgatisin. Një infermiere do të vijë tek ai për ta përgatitur dhe do të sjellë rrobat e operacionit, por para operacionit, familja dëshiron ta shohë. Sadakati përqafon Gjianin me gjithë dhimbjen dhe frikën që ndjen. Në atë moment të ngarkuar emocionalisht, ajo lutet që të dy fëmijët e saj të dalin të shëndetshëm nga operacioni dhe më pas të jenë një familje e lumtur. Në një çast, Gjiani pyet ku është Alia. Sadakat shpërthejnë duke I quajtur Alien një person pa ndërgjegje dhe pa ndjenja, shprehje kjo që pasqyron frikën, mafin dhe ndjenjën e tradhëtisë që ajo ndjen ndaj saj që e ka rrezikuar familjen. Gjiani vendoset në gjumë nga mjeku, por pak më vonë ai zgjohet I hutuar dhe kupton menjëherë që nuk është futur në operacion.
Ai shikon rreth tij dhe shenenën dhe personat e tjerë, duke ndjerë panik dhe konfuzion. Mëson se Borani është në operacion dhe se donatori është Alia, që e bën situatën shumë të rrezikshme. Emocionet e tij përzihen, shqetësimi për Boranin, frika për jetën e Aliës dhe ndjenja e pafuqësisë. Pas kësaj, Giani bërtet dhe kërkon me ankth që të futet brenda për të qenë pranë Alës. Ai urdhëron Alçinin të veprojë shpejt dhe t'ia hap rrugën, duke treguar padurim dhe stres të madh. Ai thekson se nuk do të lejoj që ajo të qëndrojë vetëm dhe kërkon që gjithçka të ndodhë menjëherë. Para operacionit, Alia i thot Gianit se nuk do të heqë dorë prej tij dhe se dashuria e saj për te është e palëkundur. Këto fjalë të thëna me sinqeritet dhe pasion nga Alia. Skena është e ngarkuar me tension dhe ndjenja, duke shfaqur dashurinë, frikën dhe pasigurinë që ndajnë personazhet. Çdo gest, çdo shikim dhe çdo fjalë e tyre rrit dramatizimin dhe bën skenën një nga më emocionueset, duke e bërë çdo shikues të prekshëm dhe të përfshirë emocionalisht. Gjan fillon të kritikojë ashpër të tjerët, duke thënë se i kanë shkatruar besimin e tij. Ndërkohë, me lot në sy, ai u tregon se Alia, duke i dhënë rëndësi jetës së të tjerëve mbi të vetën, ka hyrë në operacion, por ata nuk e kanë informuar për gjendjen e saj. Gjani përjeton një frikë të thellë dhe panik, duke menduar se zemra e saj për një moment ka ndaluar dhe duke u përballur me ndjesinë e pafuqësisë për të parandaluar diçka tragjike. Ai pyet me dëshpërim se çfarë do të ndodhte, nëse diçka e keqe do të kishte ndodhur. Doktori Alçin njofton familjarët se operacioni ka rezultuar me sukses. Borani dhe Alia janë të shëndetshëm dhe të sigurt. Të gjithë ndihen të lehtësuar dhe të lumtur. Ndërkohë, mjeku njofton se Alia ka hapur syt dhe kërkon Gianin. Ai i lumtur dhe i emocionuar, përpiqet të afrohet pranë saj. Në një moment të ngrohtë dhe emocional, ata ndajnë një dialog ku Giani i thot Aliës me pendes dhe ndjenja të përziera. Kur ti më the se nuk do vish, unë aty duhet ta kuptoja që po luaj një lojë me mua, si ta përballoj atë që më bëre. Alia i thot Gianit se nuk do të lejoj kurrë që ta humbas. Giani nga ana tjetër i thot se si do të jetonte ai nëse do t'i kishte ndodhur asaj diçka e keqe. Sadakati drejtohet Aliës me respekt dhe mirënjohje të thellë. Ajo e falenderon për guximin dhe vendimet e saj të guximshme, duke theksuar se veprimet e saj kanë shpëtuar jetën dhe kanë pasur një ndikim të madh. Ndërsa Alia e inkurajon që të mos ndihet e detyruar për mirënjohje, por thjesht të pranohet ashtu siç është, si një nuse. Nga Sadakata ajo dëshiron edhe diçka, që të mos thirret me Alie, por Alia. Në atë moment, Sadakati thot: "Faleminderit që shpëtove jetën e djemve të mi, Alia." Alia kthehet në konak dhe Gian vazhdon të kujdeset me përkushtim, duke ndarë momente romantike dhe të ngrohta së bashku. Duke sjell Boranin në konak, Denizi i vogël pothuajse zbulon të vërtetën për situatën, por ndryn Sadakati në kohën e duhur dhe ndalon. Alia ndjen frikë dhe tension, duke u shqetësuar që Deniz ta mësoj rastësisht sekretin. Doktori Alçin njofton familjarët se Boran ka dalë nga gjendja e pavedijes dhe tashmë është zgjuar. Lajmi përhapet shpejt dhe krijon një ndjenjë lehtësimi dhe gëzimi të madh tek të gjithë. Por çfarë do të thotë ky zgjim për Alien dhe Gihanin? Çfarë sfidash të reja do ju dalin përpara?